Kosova është në një moment të rëndësishëm për organizimin e lojrave mesdhetare 2030, një ngjarje e madhe sportive që pritet të mbledhë rreth 5.000 atlet nga 26 shtete. Kanë mbetur më pak se 4 vjet deri në nisjen e tyre dhe Kosova duhet të ketë të gatshme infrastrukturën sportive deri në vitin 2028 të testohet dhe të pranohet nga Federata Ndërkombëtare. Autoritetet kanë paralajmëruar ndërtimin e stadiumit nacional dhe renovimin e mbi 10 objekteve sportive, por shumë prej tyre ende nuk kanë përfunduar ose nuk kanë nisur plotësisht. Një pjesë e organizimit do të mbështetet edhe nga Shqipëria, gara si ato në det do të zhvillohen në Durrës. Ekspertët e sportit paralajmërojnë se çdo vonesë në këtë fazë mund të rrisë kostot dhe të rrezikojë standardet ndërkombëtare të organizimit. Megjithatë, institucionet mbeten optimiste duke theksuar se projektet kryesore janë në plan dhe se Kosova do të jetë gati në kohë. Lojrat mesdhetare 2030 në Prishtinë po shihen si një mundësi historike, por edhe si një test serioz për organizimin dhe infrastrukturën e vendit, sepse të gjitha këto duhet të jenë në nivel ndërkombëtar.